Shpresojmë që këto këshilla me emrin e Allahut dhe për hir të Allahut të jenë të dobishme për besimtarët. Por një herë ashtu siç e kërkon edukata islame, falënderimet e para të kërkojnë vetëm Allahut të lartë të madhëruar, krijuesit, fundosës, të organizuesit të mbarë krijesën. Normalisht pas falënderimit të Allahut është rregull islam që të çojmë salavat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Se ja çojmë salavat e pejgamberit alaihi salam. Për arsye se pejgamberi alaihi salam e meriton këtë përshëndetje dhe vetë na ka edukuar kush çon një salavat për mu, sa 10 salavat e pejgamberi alaihi salam për çdo besimtar. Dhe e treta, ajo që është më e fuqishme për besimtarën, mbështetja tek Allahu i lartë madhëruar. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, asgjë nuk mund të ndryshojë kaderin e Allahut ose lutjes. Asgjë nuk mund të ndryshojë kaderin, caktimin e Allahut ose lutjes. Po mirë, pse lutja po e ndryshuar? Po edhe lutja është brenda kaderit të Allahut. Allahu e ka bërë kader që atë çfarë ka caktuar me lutjen tonë, inshallah e ndryshon. Dhe ne lutim Allahun e lartë madhëruar që në islam më tepër të na përforcojë. Zemrat tona më tepër të vinë në shënit e Allahut e lartë madhëruar. Rinim tonë, inshallah, e lik Allahu i lartë madhëruar për punën dhe për arsimin. Për punën dhe për arsimin. Dhe shpresojmë që inshallah të kemi në ndihmën e Allahut e lartë madhëruar. Unë do t'i them disa fjalë që shpresoj që ju i keni dëgjuar. Por nuk do ta përzit tash çështën patriotike sonte, por të lëmë vetëm çështën që ka sa për memori të përgjithshme. Nuk them se nuk e dini, as që pretendoj se nuk e dini, por të bëjmë nga e para, vetëm një 10 minuta dhe jo më shumë. Pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e mori emrin Muhammed? Një bashkaqe. Kur lindi pejgamberi alaihi salam, gjishi i tij, çfarë bëni? Mor tançek, po, mor këngëtar, mor muzikë, mor çfarë, pije alkolike, e bëni kështu? Jo, është shqiptar. Ai me vërtet ishte i dhujtar, për këtë punë se bërë. E merë pejgamberi alaihi salam dhe e çon thirrë në qafe. Po qafja atëherë nuk ishte e pastër nga idhujt, nuk ishte e pastër. 390 idhujt ishte në qafë. Kur e merë pejgamberi si fëmijë të s'posa lindur, sa po hinë në qafë pejgamberi alaihi salam e nis me qartë. Sa më thellë po hinë në qafë pejgamberi alaihi salam qartë, edhe më shumë. Çfarë po ndjeshit ti dhe jashtë? Pejgamberi alaihi salam qetësoi. Pasi qetësoi, edhe një herë gjishi tenton të hinë përsëri në qafë. Sa më thellë në qafë pejgamberi alaihi salam, edhe më shumë qafë. Atëherë gjishi vetë e kupton se ki fëmijë posa lindur nuk do të jetë fëmijë i zakonshëm, por një fëmijë i jashtëzakonshëm, që të jetë të kuptojsh rinia tonë në këto vende nuk duhet të jetë si një rini e zakonshme, por një rini e jashtëzakonshme në punë, në besim, në vlera, në moral dhe kështu me radhë, mos e zezë. Atëherë gjishi vendosi edhe pse i dhujtar, me i zjedhë fëmijë se posa lindur pejgamberit alaihi salam një emër të mirë. Një emër të mirë. Pse një emër të mirë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në ditën e gjykimit keni me u thirrë në emër tuaj dhe në emër të prindërve tuaj. E tash, ki çfarë mendoj për nipin e vet? Edhe pse i dhujtara, me këto shenja, do t'ja la emrin Muhammed. Do t'ja la emrin Muhammed. Pse? I lavdëruar. Që të tjerët ta lavdërojnë këtë fëmijë, të tjerët ta dinë, të tjerët ta respektojnë, të bëjnë emër, por jo emër prostitucioni, jo emër drogi, jo emër muzike, jo emër këngëtari zullumçari,
Jo emër që do të degradoj popullin dhe shoqërinë tonë, po emër që kur të përmendet se je shqiptar, kuptohet se je shqiptar, jo të kuptimin e fjalës, se historinë e kemi të pastër, popullin e kemi të pastër, verimin tonë të pastër. Kjo është e parë. E dyta, a keni ndëgjuar ju se Muhamedit alayhi salam kur hija e trupit vet nuk i ka dalë për tokë. Kur hija e trupit vet, e para dhe e dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam miza kur nuk i është ndalë në trupin e vet. Se miza shkon këto, kjo mizat e zeta që fluturojnë, që kemi në shpije. Kur pejgamberi alayhi salam nuk i është ndalë në trupin e vet, pse është e pis. Dhe Allahu e mbrojti hijen e pejgamberit në trupin e tij nga njëri. E Allahu i lartë i madhëruar në Kur'an na thot, o ju që keni besuar, ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. O ju që keni besuar, ruajini veten dhe familjen tuaj nga hidhëria ose dëshkimi i Allahut të lartë i madhëruar. Kjo ishte e dyta. E treta, a e keni ndëgjuar të ndëruar vëllezër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte disa mrekulli. Shkon njani një jehud, shkon të Aliju radiallahu anhu dhe i thot, kush është më me vlerë? Kush ka pas mrekullit më të forta? A i ka pas Musa alayhi salam për të cilin u qa deti? Apo e ka pas mrekullit më të fort që Muhammed që besoni ju? Aliju radiallahu anhu çfarë tha? Se ishte një mençur, pejgamberi alayhi salam ka thënë për Aliju është dera e diturisë. Jo dera e korupcionit politikanëve shqiptar. Dera e diturisë. Pejgamberi alayhi salam thotë gjithkush është diçka i paditurin nuk është asgjë. Mbani mend rinien e rrugë. Vendin e njeriu që falet e herët ose bon mund ta zejë çdo kush, e vendin e dietarit shkencëtar voluntuesit për çaj që vullnetar. Kënë mbani mend. Tu s'ka dëshirë. Kur bëni farz në familje, namaz, tamam. Arsim. Në 860 e sa vende në Kur'an, Allahu e përmend. Në 200 e sa vende përmend ibadet. Kjo është e çfarë do të dalë besimtarë muslimanë. E të është këtë rast, Aliju radiallahu anhu kur e pyet ki jehudi, kush e pati mrekullin më të fort? Musa alayhi salam, që u qa deti, apo që Muhammed që e beson ti? Çfarë tha Aliju radiallahu anhu? Tha, unë besoj se Musa që e qa deti, s'ka të shim. Dhe me thamë, besimtari kur bën dialog me tjetrin, jo nervoz, i na, me asha Zotin, me asha Jezu Krishti, kush të ka thonë të një? Në të në Kur'an dhe Allah kje, po të deshte Allah, këtë kishte me dash me i ba musliman. Pse të shkundër vullnejt të Allah po përdhimsh? Mos garantuti që e musliman gjeneri sigur të vetëm për të jetë. Po ndoshta një ditë do t'jetë në Islam, t'jetë në dërshë. E Allah në mëson në Kur'an që të mos u ashajnë zotrat e tyre, që ato mos në ashajnë Allah në tonë. Kjo është të katra e dialogu të lëtëri vetë këtë. Prapë po këthejë, Aliju radiallahu anhu tha, unë besoj se Musa alayhi salam ju qa deti, unë e dhije dhe një halë tjetër që një pasë të pejgamberin alayhi salam. Dolëm në rrugë të gjatë të lotshme, u i kishin parë, e pejgamberi alayhi salam kur e kuptoi hallin tonë, i tha njëri për muslimanëve, mas jo ta qatë torbën, pas qarë ka më për lëkurës, edhe pejgamberi alayhi salam tha Musa ju qa deti, kurse pejgamberi të ishta i hapi bismillah dhe mbushi të me ujë me të kishta. Ati u qatë deti pejgamberi për të kishta dhe të kishta. Do me thamë të ndëruar lejzër, me këtë shambull qëfar dëshiron të thëtë pejgamberi alayhi salam? Deri sa ju do të plëtsoni nevojat e njëri tjetri për një mrekulli. Kur ju vetë se do të faleni dhe asë gjëmë të të kuptoni nga jo që faleni, asë gjësë. Ta kuptemi islamin qartë, jo islam me abdesin me gusën, o kretë, në bazë, po islamin të mamë. Vazhdojmë më të tjerë.
Për fund, a e dini të ndëruar vlezë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shkron një hebrej, një të shifut. Edhe i thot, a je pejgamber? Këtë të jam. Thot, po që se je pejgamber, thot, në trego, thot, të mu, thot, kështë marrë disa kuralicat vogla, kështë më shtjelë kështu një vogla. A je pejgamber? Po, thot, jam. Po që se je pejgamber, trego çfarë ka mundu. Pejgamberi alayhi salam në një çfarë? O, vëllai, unë nuk thash se jem magjistar. Unë thash jem pejgamber. Në çdo ersitarë din flasin, jo atë çfarë shohin, por ajo çfarë do ndodh. Ne çfarë do ndodh, çfarë do të vijë. Ora vëlla, shpejtëso kohën tonë që jetë këtu, pastaj do të çojmë çfarë do ndodh. Ti le shenja derisa je gjallë, le një herë vetë shenja. Pastaj çfarë do ndodh më do të jetë Allahu alim. Vazhdojmë më të tjerë. Pejgamberi alayhi salam i tha këtij hebrejë. Tha unë në dorë nuk e di çfarë ke, se nuk jam magjistar. Po jam pejgamber. Po tha një gjë më ndodhe. Çfarë? Çfarë që ti e ke në dorë, ka me përmend Allah. Çfarë? Çfarë që ke? Po drejtohet në këtë. Edhe fillojmë kuraletet. Subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Kisha. E vetë kjo që më thua. Si që pejgamber. Çfarë do të tregon me këtë shenjë? Sa do muslimanët të tregojnë kulturën e vetë, dijen e vetë, civilizimin e vetë, traditën e vetë, përsëri dikush do t'i paragjikoj. Ashtu si që dhe t'i paragjikoj. Por ne përsëri duhet me vetë parimorë dhe qëndrueshëm derisa të vjen ditë e kujt. E Allahu të lartë më dhëru. Dhe e fundit, këtë po e thomë se po përmende Allahu atje, në një rast, Jahja alayhi salam, keni dëgjuar për Jahja? Djalin e kujt? Fatimës, apo? E kujt ishte Jahja? Se krijas. Jahja alayhi salam në ditë e takon shejtanin bilazerin tonë. Shejtanin. Edhe i thot, oj mallkur, zotruna, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thot, oj mallkur, a beti shohë disa sende në dorë, a mund me misjaru çfarë janë ato? Po, thot i sqaroj, thot unë s'ka problem. Thot, po ta shohë një shkop, po ta shohë një organ, po të shohë hish, poreti, hi, dhe po të shohë mjalt. Qanë të? Ta të regoj të dhundë. Mjalti e përdor kur muslimani po e shanë muslimani dhe unë jali e buzat e vije për mi. Për shanë unë e qedrin e burat vërtet, ta i tjetëri, ka për që ka zhështi. Aroj. Po mirë, Jordani, pse e ke? Jordani të kur ka me thirë e zamin sabata, unë po jali shve, e kam du një qebe dhe një Jordan, unë po jali shve dhe një. Mos më në qu, edhe qëfar bëj? Ka thamë Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam, me njëherë, veceja më moderne, se në Zvicër, i ka shejtan. Se pëshur direkt në vesh. Kjo është e dyta. E treta që i kishte shejtani, qëfar ishte? Qëfar ishte që i kishte shejtani? Hin. Pse ta në banë këta? Kur vjen tha një vllai musliman, i drejton një musliman tjetër, ai vllau njëri i bardhë, dhe për t'ju duk, i jo tërheqës dhe nënçmuese në vllau i bardhë dhe nevojtar, unë tha i gjy pa hin të tjerë, që kur ta shef i kërdi, e ta përzejt me njëherë. S'ka buk për ti, s'ka humanizëm për ti, dhe kështu me radhë se gjatë. Dhe e fundit, thot po mihet dhe qatë shkop, pse në banat shkop? Këta e kam për gjematin musliman që falin xhamin. E falin namazin, po e humbin sabrin. Rasen, kush me bërë në para, unë i hape dhe pak ma tepër, inshallah lindëm i shaman dhe u kri badet. Allahu në banë për atime që sinqerisht tonë, se Zotë e shmel dhe këtë një të ka, dhe se Muhammedi a.s. është ropë dhe i të dhjë i të buar ti. O lejzër me këto fjallë, nuk isha ndërmen me o apu shpresat,
po me I kuptu disa hilet dhe disa mësime të Islamit. Hilet që janë mësime të Islamit. Allahu na bëj besnik ndaj vendit tonë, familjes tonë, popullit tonë, fesë tonë dhe inshallah në punë Malik Yawmiddin, sënduesit të caktimit është Allah. Dhe paçish problemin me xhenet, po ka diçka më të mirë se xheneti. A dini ju se ka diçka më të mirë? Ka më I mirë se xheneti është me qenë me familjen në xhenet. Është kështu. Pa ka diçka më të mirë se kjo, më e mirë se kjo në xhenet është me qenë sa më larg në xhenet. Është kështu. Pa ka dhe më të mirë se kjo, inshallah me ndihmën e Allah, bashkë me pejgamberin alayhi salatu wa salam.